Përshëndetje dhe mirë se erdhët të një video e re ku kena me e pa një youtuber të jashtit që po më interesant edhe që po më prejk pak është për shkak se unë vetë kom përcjell këto kur jam kon majeri. S'më më thon që e kom këshir shumë kështu, po dyqysh kur jam kon majeri më ka dalë disa në homepage, edhe se kom besuar shqipe se çati youtuberit mundet më ndodh çka ose dhaj me e bë çet punë. E kom fjalën shqipe për këtë person që thirret Vitali. Atëherë që se shkojnë a Shqipe të ky personi, kena me po shumë sene të ky, mirë po t'ja tregoj se ku shon ky. I ka Shqipe tiku 10 milion subscriber bro në YouTube. Edhe është rus, ka lind në Rusi, nuk e di bashkëmi kështu me nacionalitet që është, mirë po ka lind në Rusi, edhe ja kum shiku Shqipe shumë këti videot ma herët. Par video Shqipe ky ka bon, kanë qenë me pranka, me challenge-a, me gold digger, adin gold digger Shqipe që i nguc femnat me një makinë dopt, me një Golf 2 si në shembull, edhe aja pastaj s'ta jep numrin. E ky pastaj kinse vjen me Lambo me këshira aja çather apo hanë çështë më radhë. Do të thonë, çapo do të thonë është se ka bo shumë qësi që më kanë pëlqyer mua, kur më kanë majeri i kum përsjell, edhe vjen puna bro se që ky youtuberi, amo Shqipe më tregon drejt kohë të fundit e ka tepru ky me dëgjeste, po kena me shku bashkë me po. Ke Shqipe ju e dini Shqipe se të ky kanale na bojna që si reagime, që si sene që ndodhen, kështu që po ky kanali është vetëm për kësi. Por shkojna Shqipe njëherë me jakshur se çka ka bon ky, që se shkojna Shqipe me ja po një video, mujna me po që ka bon shumë qëqësi me gold digger, me qësi sene, ku i ka nguc femnat, a i son që mu më kanë pëlqyer tash me nguc femnat vetë, jo, amo në atë aspektin që ka bo video interesant për neve shikust, që ky person. Këtu me Lambo po e shohim. Ka bo gjithashtu Shqipe edhe video shumë të rrezikshme në Amerikë, se ky në Amerikë ka jetu, atje ka lind në Rusi, por në Amerikë ky ka jetu. Ka bo Shqipe gjithashtu shumë video të rrezikshme që në Amerikë atje. Domethënë jo i nifni Shqipe këta të zit, janë shumë të rrezikshëm atje. Për pak e për shumë këta adin gjujnë me çka kanë. Zotë mos e bëf me pas këta na i sen shok, na i kër gjujnë adin. E që aty janë probleme. Ky bro që ka bon, ka rreziku për viewsa, sa që asë një youtuber tjetër s'u ka kalu Shqipe këti. Unë për që ato po thëmë është maj dallumi ky për pranka, se nuk është tut. Ti është bro nuk e di çfarë zemër ka pas, unë kur s'u ne kisha bon qëtë prank. Para me ndoni Shqipe unë që si pranka s'u kisha bon në Kosovë, që na tash në Kosovë dhe na jena Tiger, po këta Amerikan të bro këta kanë armë, se cili armë ka. A në Kosovë nashta aty këtu në kush. A atje në Amerikë se cilin rrugë nguc se ti ky ta nxerr te tin. Që aty esenca, apo tani. Edhe ky po i bën prankin sa është të pjek veza aty për mi kerre edhe në realitet sa është të pjek vezë. Ti është to i nguckin se u kon to jasi, a në realitet që për këta në plastik vezët, e këta adin që shto me rallë. Ka ndodhë shumë raste Shqipe ku janë kon to e rej, janë kon to e vra këto. Po ky bro nuk e di që se di zotë që ka dhonë këti guximin, qa s'bën njeri për viewsa Shqipe. Aja dhe unë jam youtuber o vlo, po që si viewsa se kisha kajt në kjo është rrezik, sa t'je njësër sjenë në këtë punë. Tjetra që më ka pëlqyer Shqipe të ky është që bëhet si lloj hitman i ky, adin, kinca është ky një kësi agenti, vetëm pak, ta qes diku pushijet pak si ma mirë, u bëhet ky si kësi agent, bëhet si agent, edhe kinca është si hitman, ja kini po bën film hitman ja qeli, ky kinca u bo si aje, kinca në këtë koferin që e ka ky ka parën ta. E ja len njerëzve afër dhe i thot kjo është për ty, e tani ik ky, amo në realitet në kësi rast të Shqipe atje tut është mi marr parët në Amerikë, se ti i merr parët, po të pret plumja nina. A peshe që edhe ky për shembull tash është tut ka pak, se adhen tutot njerë jo bro, se parët e lakmushme, po qash let kërkush t'je parët edhen. Pastaj kena Shqipe edhe këtë prankin tjetër, ku e bën një prank, se ja merr njerëzve telefonin i thot a bën vesh me fol me ata të shtëpis. A në realitet ky bën dallaverën telefon. E thirr një numër pa lidhje dhe i thot ati numër që adin po shes me drog, në qëtë numër në thirë. E këta tjerit nervozohen. Normal, që që kishit lënë Shqipe ju, dikush numrin e juj me bon nëj biznes me drog e kësi, që është keq se mundet edhe... Qa po do me thonë është se nuk është friksua bro, shife për këtë në të zive, nuk është friksu. Qëta po do me thonë? Edhe qëtëm do këtë ka ndodhë një farë se... Ka ndodhë ndoshta mas e kanë... Që? Ajo? Pas ka aktru Shqipe ky kinca është policë civil, se i ka lut këta për droga diçka, këta kanë thonë po. E ky
kënce ka fola, din me se që folin këta policë, po në realitet ky s'ka po sen aty, po thjesht i ka nguc. E thjesht bro ka bo qaq pranka të rrezikshëm, sa që unë zdi bro. Njeri i guximshëm po ajt. Por juve shipe me ja u bo dhe pak me njof se për shkak ky edhe u bo shumë ai famshëm është për 2 sene. Mas pari është në Kik, ka marrë kogja një kontrat shipet shtrejnët në Kik, adin që përbëjnë këta live stream, e ka marrë ky kontrat për Kikit, nuk e di sa 10 milion duket. Do me thonë kontrat 10 milion edhe normal ky ship është milioner. Edhe tjetra shipet që e ka bo këto të famshëm është në vitin 2014, adin kjefar kupa e botës që konë botërori. E në 2014 ky ka hinë në për stadium edhe normal e ka prish aty nejen. Nejen jo, po kështu po do me thonë që shtem natin. Mirë po, edhe në 2022 të shipet e mija gjithashtu ka hinë apet ky, do me thonë 2 herë ka hinë stadium. Para me ndani që nuk u ka friksu. Se normal shipet me një stadium kështu mujnë me dënu ata ligji aty, se nuk u dzën t'i vesh hajt me një aty, adin. Edhe normal ky ka hinë, edhe ka shkrujt këtu në gjyks që Vitali është the GOAT. Edhe on shkogja i madh kështu me trupo bro. Mirë po ku ja ka nis shipe puna që ky me prish karrierën e tij si youtuber. Që po më vjen keq bro. Pse me prish më sa mirë e kun. Ky shipe e ka prish kur ka shku në shtetin e Filipinës. Edhe çka ka bën atje shipe e ka bo punën ai me hin burg. Ose shkojna shipe tash me e këshyrë se çka ka bën ky në çet video mujna me po pak a shumë kena me po dhe video tjera gjashtu kena me po dhe aty që ka dal para gjyqtarit ku merret vendimi. Shumë po vjen keqe bro. Edhe amo, qa ka po shipe ky në Filipinës është i ka nguc qytetarët. Tash imagjinoni shipe sikur më ardh ky në Prizren ose në Prishtinë ose në Tiranë, edhe thjesht me dal në qytet edhe me nguc. Po jo në atë aspektin me nguc kinse me e dash mi rrej, po thjesht adin sikur po të ngucesh kështu sikur fëmijë ta din, po thjesht na shqiptarët normal sun e kish bën se na shqiptarët jena pak si nxejt. Ama aty në Filipinës shipen dbut njerëzit. Nuk janë arroganta kështu, ka dhe atje genga ship, atje janë shumë ma se në të flishta bëjnë, po thjesht nuk janë si na, gjak nxejt, qaty për qaty me kësuj. Edhe thjesht i ka i pëti në motor këti djallet e po e nguc, pastaj ja ka vjedh shipe policis asigurimit, ja ka vjedh kapuqin. Gjon shipe se kjo është vepër penale bro. Mja vjedh policit kapelën, mja kop. Nuk është shakat, e mund është mja kop shokit ton kapelën, që e ki shok. Po policis këti farë sigurimit mja marrë edhe shife iq nuk u friksu. Shife, ka lujt shipe me policin, a i gare. Jene toja po banonën këtu, thjesht të lujt a i gare me policin. Shife, tash këtu to e nguc policin. Ky jene toja po shipe në fytyr këtë policin që nuk kanë të dasht, nuk kanë shtë hajgare. Adin, tu mëjna me po gjashtu shipe ku që qëtu e kjene ku e ka vjell motorin në qytet. E ka vjell motorin edhe pastaj ka bën dishje me motor. Thjesht tu vozit, ku be di që ka bo dishka me këtë edhe thjesht ka bo ndeshje, ja ka prish motorin njerit. Tash ky e shipe mendja këti ka thonë kinse unë jam milioner, kam e që ky që ta senet që i ka bon shipe krejt u kon në Kik live. E tash imagjinoni krejt njerëzit jenë knoq të po kësi sene se kanë thonë oh my god se intereson. Atin, edhe ai show speedi shipe bën kësi sene, e nif një ato krejt bëse edhe ai bën, po ai nuk bën qështu si ky. Ai nashta shkon në qytet, bën e se pëqësi, bëdallakina se ky s'ka bon. E ky, se di, nashta ini to e po, që shumë njerëz kanë dash me nalë dhe nuk janë kon shipe të knash me gjestin e këti. To gjashtu peshojmë në video tjetër, to i shipe në McDonald's, a në Burger King, edhe to kon live. Ka i në Burger King edhe to i nguc këta punëtorët, këta to ja bo kështu ftyrave. A dini shipe se është marrë, bro, tash imagjinoni ju, me orë dikush në Prizren të na, ose në Prishtinë, në Frejzaja, Gjilan, ku do qejni ju, ose në Tiranë, Kuksa, në këne, edhe thjesht me bon që si gjiste. Edhe është kogja marrë, edhe këta të Filipinës shipen njerës qytetarët kitë janë në kue. Kur ata kanë po që apo bën ky, se ky është i famshëm shipe, nuk e di, nashta ju nuk e nifni na shqiptarët fort, s'ponjojmë fort jashet, po ky është i famshëm. Ky shipe i ka bon dhe dë serje në Kik, ku i kanë zonë burrat që shkojshin me kësi vajza të reja. Ky kon qaj që i kanë zonë burrat pleqt. I ka shtin të vajza të reja me aktrukin se me full me pleqt. Kësi të mitura e kon fjallën kësi keq qanë puna. Edhe ka full me ta dhe sa i kanë zonë. Edhe pastaj kanë shkuat në polici. Dhe me thonë që aty kjo e ka plus që e ka bo qatë punë, që i kanë zonë ata pedofilat e shumero. Mirë po tash vjen puna ku ky bën gjeste ma të këshia këtu.
Edhe t'ja u tregoj Shqipe edhe burgin në Filipinë se sa I keq është burg. Adin mu Shqipe çka po vjen keq është këta njerëz në Filipinë janë shumë të butë bro. Adin unë me shku vetë në Filipinë janë shumë të butë, të respektueshëm, nuk janë musliman, s'ka musliman aty shumë kështu po thjesht nuk janë të kështu të këqij. Mirë po, tash ja u tregoj Shqipe në do vene se sa rrezik është atje. Ky do me thonë ka një Shqipe këtu në kuzhinë te nuk e di s'ku ka Burger King as McDonald's. Po kanë aty ku bëjnë noodles. Ky ka një bro me një restorant që as nuk ka veti, as nuk ka shef, as nuk e ka ndaj shok këtu. Mrena vesh thjesht ka një hajt atë për viewsa bro. Tash imagjinoni një youtuber çfarë bën për viewsa. Ama tash ky youtuber s'mush mi thon se tash në Kiko, po apet youtuber jetët mi thon. Çështu u kon. Do peshojmë Shqipe apet edhe një video tjetër. Peshojmë këtë shokin e vet. Që s'di që po neon peshojmë këtë shokin e vet tu reagu. Krejt shokët Shqipe ky që I ka pos, këto, XQC, Adin Rosin, krejt që I ka pos do shok që janë milionera Shqipe ata në Kik, krejt të reagu për këto, edhe kitë të thonë keq, se shok e kanë, edhe thjesht të I thonë pse mër, Adin pse mër, pse ke bon kësi sena bro, ok, që kja ke qaja, jo tjetra që e po ma I rët, vetëm... No! Turn it on. No! This is GTA, it came out of your foot. A jeni to e po Shqipe kjo është me të vërtet absurde bro. Turn it on. Ky djali jeni to e po, kjo është të dosh me janë ndez motorën Shqipe ky. Dheza motorën pi thot. Nuk është te projekti të shka mos më kesh kuptani, ama thjesht po don me ndez, jeni to e po Shqipe ky sa uncomfortable është. Është shumë në siklet, po s'ka çam I bon këti se ky apo tham nuk janë këta të këqij si na. This is GTA, it came out of your foot. Pastaj edhe komten I gruas tu ja prek me një makinë. Edhe pastaj Shqipe që sho thash vjen ma I keqja, ku policia e Filipinës, shteti, e kanë po Shqipe këto për mes live streamit në Kik. Për e kanë po qa po bëjnë, njerës të anku të Filipinës, të anku krejt, atër janë lëshu Shqipe ata specialsat, e kanë gjithë në qytet këto, edhe kjo është tja lexu tash këta, ky është si krye shef këtu në polici, edhe ky Shqipe Vitali, nuk e di sa herë ka shku në burg. Nuk ka Shqipe hera parë që ky ka shku në burg, edhe nuk është hera parë që është dënu ky. Shumë herë u ka dënu. Mirë po, dëgjoni me vëmendje tash, se që kjo, ky ka menu sa është lojë. Sa atje në Filipinës Shqipen shumë keq rregulla, shumë janë ligji keq atje. Edhe thjesht paramendo ky I Amerikës. Pi në Amerikë ka shku në Filipinë. E tash në Filipinë atje nuk pëlqen të Filipinës këto në burg në Amerikë, po pëmojnë Filipinës. E kjo alo nuk kanë të ditë Shqipe rrezikin. Kjo apësha është alo të kesh, alo është me të mek, ajde po tash më qajnë atje foli pak, ja jap që aty një 5 mjersh bakshish edhe më qajnë. Apo kuptan? Qështu. Dhe këtu mujna me po Shqipe që tash është puna alo ma zi për to. Jene to e po që tash e kanë marrë që alo është të kesh. Alo Shqipe është të bajnë gore se nuk kanë të ditë rrezikin ky. Nuk kanë të ditë alo rrezikun edhe ky ka menu Shqipe se korruptohen këta në Filipinës, gjon që atje ligji Shqipe është I fort, ligji I fort është, edhe ky ka kesh halo. Për derisa kanë marrë vendimin ata tash ja u tregoj Shqipe se me sa vjet u ka dënu ky. Ja përshka ky çish po bën me fytyrë me demek, po ajtaj se unë ja u jap tash juve një 5.000, një 10.000 çto. Edhe adhen kryet. Mirë po, kur e ka kuptu punën që e to e çu me të vërtet atje në qeli, se mo s'ka video Shqipe të këtina që ky ka thonë diçka, se ky mdoko që një muj dit nuk është online. Nëse ky rast ka ndodhur tash shpejt që 2 javë dit, po thjesht pi ma herët që një muj dit. E tash që 2 javë ja ka nis kjo, kështu me radh. Edhe, a dini Shqipe që ju thashun e mas shumë të pse është e mu dhejmë të ky Vitali bu. Se ky nuk ka dit për Filipinës se çfarë është burgi. Ky ka menu Shqipe sa është një burg si këtë burgat e tjerë, edhe del shumë shpejt. Mirë, po ky Shqipe nuk e ka ditë që burgu Shqipe është çështo. Edhe ju tjerë që se nuk e keni di Shqipe që kjo është burgu I Filipinit. Je jashtë. Nalt është embolu ma mon është pak si jashtë tirot. E janë krejt Shqipe kriminalat me një vend. Kjo është një qeli e madhe, edhe qelijat e tjera që ishin janë qështu. Dhe me thonë, qelijat janë të mdhaja, si arena. Edhe këtu janë krejt Shqipe këta kriminalat që. E Vitalin, imagjinan e ju, hin tash mrena këtu. Hina I mrena këtu edhe kur tash e vetin, qka mërë, thot? Qka mërë, adin? Çuditët. Imagjinan e Shqipe këtu, as nuk mundesh me fjet mirë, për shkak se këtu Shqipe gjumin këta e bëjnë një për minjo.
kryt e ven bark tjetrit, komën jadja që ta t'i djallit në krye, njoni flen në shpinën e tjetër kujt, apo më kuptoni çfarë po mendoj, edhe kur të hajnë buk, hajnë qëtu. Kur të bëjnë naj urina naj sene bëjnë ashta qëtu onash, apo të vjen era. E imagjinoni ju se çka ka me hek Vitali këtu, që po mdhëjmët valla shqipe. Po mdhëjmët, që këshirën e ju vetë shqipe, se nashta menani se mos po rajune, i ne këshirën e vetë se që shdo këtë burgu i Filipinës. Qështu shqipe janë ngusht. Nuk ka këtu, qështu ngusht janë. Unë po thom, flejnë një për një flejnë këta. Unë po thom shqipe, burg ma të keq se qëtu, nuk e di a ka. Unë po më vjen keq shumë për Vitalin, tu e pas të natë pare budall, tu e pas të natë pare, të natë pasoni, youtuber, edhe në kik mirë ka bo video, ku e qënë zoti bro, me bon probleme atje në Filipina. Kështu që shqipe, ky është dënu me 25 vjet burg. Ta shumë me në shqipe, sa shumë, po shqipe, 25 vjet burg është dënu, kur ja kanë lexuar atë farë letrën që ja lexon ata, dinkin se për me dënu, për çdo person që e ka nguc, se ka lot tira shqipe, nuk u mujt kreta me qit. Një gruas i ka thonë, kome të vjedh, atin kome të vjedh ty. Aja ka thonë si shaka, po tash policia nuk e merr aton si shaka, mi thonë ti dikuj në rrugë, kome të myt, ai e merr për kërcënim, shkon i tregon policisë. Kreta ku ja ka një ati, për çdo pikë që thënë ata Neli kështu anek nek, i ka arë shqipe 25 vjet burg me shku. Po vjen shumë kja shqipe pi Vitalit, ton ato pare, ton ato sene. Pse më bro, adin pse me prun punën ti, milionat i ke pas, në YouTube, në kik, me arë veti, me prish. Kështu që shqipet e mi jam të regani unë komente se qëfar me ndoni për këtë YouTuberin, apo jo vjen gjëna, nashtë ati kushtat jo. Tash që se mpyt një mu, pak po më vjen gjëna, po s'kem qa me bon, tash të ke funit, qofse mundet me lëshu burgi Filipinit i thot që e ki me pagu 10 milion euro, për me asë se ka dhe me pages. Nashta dalja dhe inshallah përmirësohet, nuk bën më kësi gjeste në për qytetet tjera se ka lloj ligje. Kështu që kjo ka qenë shqipe, like, comment, subscribe, bye bye.